Rahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues të televizionit Koha, jemi këtu në programin e veçantë të titulluar Mesazhe Ramazanit 2025, i cili organizohet nga Miftinia e Tetovës. Sot në emisionin ton kemi teologen Hafize Azra Salihi, njëkohësisht edhe studente në vitin e 2 të Fakultetit të Shkencave Islame Shkup. Tema me të cilën do të flasim ne sot është netët e fundit të Ramazanit. E nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit. Përderisa gjendemi në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, na tregoni diçka për vlerën e këtyre ditëve. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padyshim që falënderimi takon vetëm Allahut të Madhëruar, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu xhaleshanuhu këndon e udhëzon dhe s'ka kush që e humb, dhe kën e humb s'ka kush që udhëzon. Besojmë dhe deklarojmë që vetëm Allahu është fuqi plot, dhe besojmë dhe deklarojmë që vetëm Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij. Salavatet dhe selam qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ne. Si fillim, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ne. Në fillim, falenderojmë Allahun fuqi plot, i cili na mundësoi të arrijmë këtë Ramazan dhe i lutemi atij që të na mundësoj të arrijmë edhe shumë Ramazane të tjera inshallah. Allahu i lartësuar ndalloi disa muaj nga disa muaj të tjerë, ndalloi disa ditë nga ditët e tjera dhe gjithashtu edhe disa net nga netët e tjera. Si fillim, ndalloi muajin e Ramazanit, i cili është muaji më i shenjtë nga muajt e tjerë, në të dalloi netët më të shenjta, 10 netëshin e fundit, dhe në të përfshihet edhe neta e kadrit, e cila është neta më e mirë se 1 muaj. Andaj, ne si besimtar, këto periudha kohore të cilat Allahu xhaleshanuhu na i ka dhuruar neve si dhuratë për ne, duhet që të shfrytëzojmë në maksimum, të bëjmë vepra sa më të mira e kështu me radhë. Ne si robër të gjithë kemi magasitë tona, andaj duhet që në këto periudhë kohore duhet që të shfrytëzojmë dhe të punojmë në maksimum. Muaji Ramazanit apo agjërimi në të na është bërë obligim nga ana e Allahut fuqiplot. Dhe për të kemi ajetin kuranor në të cilën Allahu xhaleshanuhu thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, juve u është bërë obligim agjërimi ashtu siç ishte obligim të atyre para juve, në mënyrë që të bëheni sa më të devotshëm. Sa i përket muajit të Ramazanit, komplet është vetëm mëshirë dhe rahmet. Mirëpo, 10 ditë që i fundit është në veçantë. Andaj vlera e tyre në këto 10 ditë kanë vlerë shumë të madhe, për shkak se edhe vetë dietarët kanë diskutuar se cila është më e vlefshme, 10 ditë që i fundit në muajin e Ramazanit apo 10 ditë që i parë në muajin Dhulhixhe. 10 ditë që i muajit Dhulhixhe përfshin ditën e Arafatit, përfshin ditën e Kurbanit të Bajramit, ku edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se dita më e mirë e vitit është dita e Kurbanit të Bajramit. Në të është qëndrimi në Mina e kështu me radhë. Mirëpo nga ana tjetër kemi muajin e Ramazanit, gjithsesi 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit, në të cilin përfshihen netët më të mira, netët më të begatshme, ku është edhe nata e kadrit, nata më e mirë se 1 muaj. Andaj dietarët kanë ardhur në përfundim se si ditë më të mira i kanë quajtur ditët e muajit Dhulhixhe, ndërsa si net më të mira i kanë quajtur netët e fundit të muajit Ramazanit. Vlerë tjetër të madhe kanë për shkak se në të filloi dhe zbritja e Kuranit. Fjala Allahu xhaleshanuhu, mëshirë për ne. Ku për të kemi ajetin kuranor në të cilin Allahu xhaleshanuhu thotë: Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Muaji Ramazanit që në të filloi zbritja e Kuranit, që është udhërrofjes për njerëzit dhe sqarues i drejtës dhe dallues. Parashih që nga kjo jetë se Kurani famëlar është udhërrofjes për të gjithë ne, si mëshirë për të gjithë besimtarët dhe si rahmet mbi të gjithë muslimanët. Në të kemi edhe gjallërimin e këtyre netëve nga vetë i dërguari i Allahu xhaleshanuhu, nga Muhamedi alayhis salam. Ai në mënyrë rigoroze sa më shumë bën të adhurime, e sidomos në këto 10 ditë, sa më tepër përkushtohej namazit e kështu me radhë. Për të kemi edhe transmetimin nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se kur vinte 10 ditë që i fundit të muajit Ramazanit, pejgamberi i Allahut i madhëronte këto net, duke bërë sa më shumë adhurime dhe për të zgjonte edhe familjen e tij. Nga ky hadith shihet qartë se këtë nuk ka dësh që ta bëjë i vetëm, mirë po ka dësh që ta bëjë edhe familja e tij, në mënyrë që të arrish problemin edhe familja e tij. Përveç pejgamberit alayhis salam kemi edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam, të cilët e kanë madhuruar në maksimum këto net. Kanë bërë vepra sa më të mira. Ku njëri prej tabiinëve thotë se sahabët e pejgamberit i kanë dalluar 3 dhjetëshe. Dhjetëshin e fundit të muajit Ramazanit, dhjetëshin e parë të muajit Dhulhixhe dhe dhjetëshin e parë të muajit Muharram.
ku secila prej tyre ka vlerën e veçantë në vete. Gjithashtu, mirë po më e veçanta është natët e Ramazanit apo 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit. Pasi që nëtë është nata e Kadrit, ku për të kemi një sure të tërë, ku Allah xhaleshanu thot: Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr, lejletul qadri khairun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu al-azim. E nderuar, cili adhurim do të ishte gjatë këtyre netëve më i dobishëm? Së pari, na është bërë e ditur se vetë shembull të këtyre netëve, këtyre veprimeve të cilat i ka vepruar në këto 10 ditë është Muhamedi alayhis salam, i cili gjallëronte këto net duke falë sa më shumë namaz. Gjallëronte këto net duke bërë sa më shumë adhurime. Mirë, po përveç namazit kemi edhe adhurime të tjera të cilat janë të pranuara dhe njëkohësisht të dashura tek Allahu xhaleshanu, ku ne do të mundohemi të bisedojmë disa prej tyre. Si pikë të parë kemi pra adhurimet obliguese ose ndryshe farzet, të cilat janë 5 kohë të namazit, ku secili prej besimtarëve duhet që t'i falë ata dhe në kohë të tyre. Përveç që se duhet gjatë Ramazanit të bëhen në këto 5 kohë, duhet edhe jashtë Ramazanit, duhet që të mos lehen 5 kohë të namazit nga çdo besimtar. Përveç adhurimeve obliguese kemi edhe adhurimet nafile, apo ndryshe adhurimet vullnetare, si që janë namazi taravis, namazi natës, namazi duhas, namazi paraditës e kështu me radhë. Sa i përket namazit të taravis, namazi taravis është sunet nga i dërguari Allahu xhaleshanu dhe gjithashtu që është bërë gjenerat pas gjenerate. Për të kemi edhe një hadith të pejgamberit alayhis salam të cilin thotë: kush falet gjatë Ramazanit dhe shpenzon në shpërblimin e tij, atij konsiderohet të gjithë gjunahet e falura. Dietarët kanë rënë në diskutim se në këtë hadith ka të bëjë më tepër për namazin e taravis, pa më tepër ka të bëjë për këtë namaz i cili është vetëm në muajin e Ramazanit. Ku edhe Imam Nevawiu ka thënë për këtë hadith se ky hadith është më tepër për faljen e namazit të taravis dhe të gjithë dietarët kanë mendimin se është i pëlqyer ky namaz. Namazi i taravis është namazi i cili falet vetëm në muajin e Ramazanit. Dhe ata duhet që ta falim së bashku me imamin deri në rekatin e fundit. Këtu kemi edhe një hadith tjetër ku pejgamberi alayhis salam thotë: kush e fal namazin e taravis së bashku me imamin deri në rekatin e fundit ka arritur shpërblimin sikur është falur natën. Nga kjo e shohim qartë se në qoftë se falim namazin e taravis deri në momentin e fundit, pra deri në rekatin e fundit, është sikur jemi falur tërë natën. Prej tyre, adhurim tjetër më i pëlqyer gjatë muajit të Ramazanit, gjithsesi gjatë ditëve të fundit të muajit të Ramazanit, është edhe leximi i Kuranit famëlar. Ku për të kemi edhe shembull Xhibrili alayhis salam, i cili çdo natë të Ramazanit spriste nga qielli dhe lexonte Kur'an para Muhamedit alayhis salam. Leximi i Kuranit është qetësim për shpirtrat dhe qetësim për zemrat tona. Ku për të kemi edhe ajetin koranor në të cilin Allahu xhaleshanu thot: Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Besimtarët e vërtet janë ata të cilat kur përmendet emri i Allahut, zemrat e tyre friksohen dhe kur lexon ajetet e tyre, zemrat e tyre, besimi i tyre shtohet dhe sa më shumë bëhen të devotshëm. Nga ajeti që e qartë se leximi i Kuranit qetëson shpirtrat, qetëson zemrat tona. Andaj leximi i Kuranit është i vlefshëm në përgjithësi, mirë po gjatë leximit i Kuranit, gjatë faljes së namazit është i vlefshëm në veçantë. Ku për të kemi edhe një transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë ka thënë: a dëshiron ndonjëri prej juve që kur të kthehet në shtëpitë e tij të gjejë 3 deve të mëdha të majme? Secili prej tyre tha: po, i dërguari Allahu xhaleshanu. Më pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: leximi i 3 ajeteve të Kuranit gjatë namazit në Ramazan është më i vlefshëm se sa të kthesh në shtëpi të gjejësh 3 deve të mëdha të majme. Nga kjo pra shihet qartë se leximi i Kuranit në veçantë, mirë po gjatë faljes së namazit është ende më e vlefshme. Spik tjetër kemi edhe duat. Duaja është e gjë më e vlefshme që mund ta bëjë një agjërues gjatë muajit të Ramazanit, pasi që nëpërmjet lutjes së tij dhe tek Allahu xhaleshanu nuk ka asgjë tjetër që e pengon. Për të kemi edhe një transmetim nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se e pyetët të dërguarin Allahut nëse e qellojnë natën e Kadrit, cilën lutje ta bëjmë më së tepërmi. I dërguari Allahu xhaleshanu i tha: bëje këtë lutje: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Që në shqip do të thotë: o Zot, ti je falës, e don faljen, andaj më fal edhe mua. Këtu kemi edhe një ajet tjetër koranor ku Allahu xhaleshanu thotë: Bismillahirrahmanirrahim, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun.
Kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit dhe ai kur më lutet mua. Prandaj le të përgjigjet thirrjes sime dhe le të më besoj mua për të qenë në rrugë të drejtë. Nga këto 3 pika të cilat i biseduam, shihet qartë se këto janë si më kryesore në këtë muaj, gjithsesi në këto 10 ditë. Andaj, çdo besimtar duhet që sa më tepër të falë namaz dhe sa më tepër ta zgjat qëndrimin e këmbë duke lexuar më tepër Kur'an dhe ta zgjat qëndrimin në sejdë duke bërë më tepër lutje. Pikë tjetër kemi edhe dhikret të cilat bëhen gjatë këtij muajit, dhikret më të shenjta pra. Andaj Allahu xhaleshanuhu nuk ja ka dhënë secilit këtë mundësi, secilit këtë dhuratë që të përmend emrin e tij. Pas kësaj kemi edhe itikafin e cila është sunet nga i dërguari Allahu xhaleshanuhu, ku dhe vetë ai e ka predikuar, gjithashtu edhe gjeneratat pas tij. Pikë tjetër është edhe e kërkim falje apo istighfari, të cilin e kërkon çdo besimtar gjatë muajit Ramazanit. Pas itikafit kemi edhe sadakan të cilën duhet të bëjmë në Ramazan, apo ku edhe vetë shembull të kësaj kemi të dërguarin Allahu xhaleshanuhu, i cili ishte më bujari gjatë tërë jetës së tij, mirë po në Ramazan në veçantë. Pikë tjetër është edhe istighfari apo kërkim falje tek Allahu xhaleshanuhu. Secili prej neve si robër të Allahu xhaleshanuhu kemi gabime. Andaj kërkimi falje tek Allahu xhaleshanuhu është më e pëlqyeshme. Ku edhe kemi një hadith të pejgamberit alayhis salam i cili thotë tuba, që do të thonë pra përgëzim për ata robër të cilën në fletoret e tyre janë të shënuar më tepër istighfari. Një transmetim tjetër thuhet se Iblisi thotë, unë u shkatrova jetën atyre me gjina, ndërsa ato më shkatrohen mua me thënien la ilaha illallah dhe sa më shumë istighfar. Pra nga kjo është qartë se sa më tepër istighfar, aq më tepër shkatrojmë shejtanin. Këto janë disa pika të cilat mund të bëhen gjatë këtyre 10 ditëve, ku secila është më e mirë se tjetra. Andaj ne si robër duhet që më kryesori është që të mos na kalojë koha kot së koti dhe të mundohemi që të bëjmë puna sado që të vogla të jenë ato dhe të mos i nënversojmë edhe nëse janë sa një kokë e hurmës. Ku për të kemi edhe një hadith tjetër të cilin pejgamberi sa më thotë: le të frikësoni Allahut qoftë edhe sa një gjysmë e hurme. Nëse nuk mund ta bësh këtë, atëherë bëj me fjalë të mira. Nëse nuk ke mundësi as këtë ta bësh, atëherë dil para vëllaut tënd me fytyrë të buzëqeshur. Nderuar, më herët e përmendet se në këtë 10 ditëshin e fundit gjendet edhe nata e Kadrit. Si të arrijmë në praktik shpërblimin e natës së Kadrit? Si përfundimisht, pra nata e Kadrit nuk dihet më qartë se kur është, mirë po nga hadithe të shumta të cilat janë transmetuar nga pejgamberi alayhis salam, shihet qartë se nata e Kadrit është në 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit. Andaj ne këto 10 ditë duhet që të përkushtohemi në maksimum që nëse na qellon nata e Kadrit, atëherë të na gjej duke bërë adhurime të mëshumta. Pikë së pari duhet që ta pastrojmë zemrat tona me një jetë të pastërt. Andaj pika tjera të cilat duhet t'i veprojmë është se duhet ta falim namazin e taravis të kompletin dhe gjithashtu edhe namazin e natës. Të kërkojmë sa më tepër istighfar tek Allahu xhaleshanuhu, të japim sa më tepër sadaka, sado që të jetë e vogël ajo. Gjithashtu të lexojmë sa më tepër Kur'an, të themi sa më shumë lutjen Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Që në shqip do të thotë, o Zot, ti je falës e don faljen, andaj më fal edhe mua. Gjithashtu edhe dhikret duhet që t'i bëjmë sa më tepër në këto 10 ditë, ku dhikret më të pëlqyera tek Allahu xhaleshanuhu janë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pra fjalët më të dashura janë këto tek Allahu xhaleshanuhu. Duhet që sa më tepër të mundohemi të largohemi tubimeve të kota, tubime të cilat mund të çojnë në gibet. Duhet që në këto 10 ditë të mundohemi sa më tepër të largojmë telefonat nga pjesa e jonë e jetës, përveç se kësaj ato janë bërë virusit më të madh të kohës në kohët e sotshme. Gjithashtu të shojmë sa më shumë dhikrin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gjithashtu duhet që sa më tepër të jemi të sinqertë, të bëjmë adhurime të sinqerta e kështu me radhë. Në fund, cili do ishte mesazhi juaj për shikuesit tanë? Mesazhi apo këshilla për të gjithë ne është se të mos e lejmë kohën të na kalojë kot së koti. Mirë po të jemi prej atyre të cilët garojnë në punë të mira, sado që të vogla të jenë ata. Dhe duhet që sa më tepër të bëjmë adhurime të sinqerta, duhet sa më tepër të bëjmë dhikre të sinqerta, dhe nëse është edhe fundi i jetës sonë këtu, atëherë le të na gjej duke bërë sa më tepër adhurime. Dhe si përfundim, falenderojmë Allahun fuqiplot, i cili na mundësoi të arrijmë këtë Ramazan dhe i lutemi që vetëm atij të na mundësoj të arrijmë edhe shumë Ramazane të tjera, inshallah. Amin, inshallah. Ju faleminderit për këshillat dhe shpjegimet e vlefshme, si dhe juve shikues për kohën që ndat me ne. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të na pranojë agjërimin ton, lutjet dhe ibadetet tona. Deri në takimin ton të radhës,